Këtu është horoskopi i martë një korrik 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Do të përfitoni sa më shumë nga kjo. Eksperienca të reja, pune të rëndësishme. Demi. Dëshirat tuaja mund të përmbushen, shumë varet nga pritshmëritë tuaja, por unë do të rekomandoja që të jeni të zënë. Më mirë në punë dhe studim. Mundësi për më të riun. Binjaket. Dita fillon me një pajisje shtesë. Duhet të përpiqeni ta mbani dashurinë dhe do të arrini atë që dëshironi. Mos prisni që të tjerët t'ju afrohen. Gaforja. Sot duhet të shmangni lodhjen shumë. Dashuri e mërzitshme, me të drejtë ankohesh. Luani. Nuk mungon pasioni në këtë ditë që ju bën veçanërisht të disponueshëm ndaj të tjerëve, qoftë edhe nga distanca. Është e mundur të imponohet. Virgjeresha. Gjëja e rëndësishme është të mos u japësh shumë hapësirë njerëzve që thjesht e kanë zili suksesin tënd, atë që po bën. Nisma të reja të rëndësishme. Peshorja. Situata është e nxehtë dhe intriguese, edhe për ata që duan të bëjnë plane afatgjata, do të ketë lajme të mira. Për çështjet e biznesit nuk duhet të ndaleni, duke fituar ide. Akrepi. Në veprimtari ndryshon vetëm nëse është e nevojshme, zgjidhje brenda disa javësh. Trajtoni shëndetin ose shqetësimin. Shigjetari. Tregtarët e preferuar dhe ata që merren me aktivitete falas. Një vetëdije e re do të ndihmojë në tejkalimin dhe tejkalimin e të gjitha pengesave, mos i nënshtroni trupin tuaj në stres të egzageruar. Bricjapi. Kjo ditë fillon mirë edhe nëse kohët e fundit keni përjetuar disa mosmarrëveshje me të afërmit, me një person të afërt. Pasioni dhe gjithashtu optimizmi, një fazë me interes të madh rikthehet. Ujori. Ju keni armën e duhur për të qenë në gjendje të fitoni në çdo garë. Ndërkohë, nëse ka dikush që del përpara në dashuri, jepini hapësirë ndjenjave. Peshqit. Për shkak të ngjarjeve të paparashikuara, ju jeni të detyruar të merrni pak kohë, nëse diçka nuk është më mirë, mos hezitoni të mbyllni. Keni nevojë për stimuj të rinj, një aventurë e pazakontë për të rimbushur. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.